Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të rënda kundër personit dhe pronës të DVP Tiranë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë nr. 5 dhe në drejtimin e prokurorisë, si rezultati informacioneve të siguruara, zbardhën dhe dokumentuan ngjarjen e ndodhur ditën e shtunë në bulevardin Nën Tereza në Kamës. Në kuadër të operacionit Motivi, u vënë në pranga për veprat penale, shkatrimi pronës me eksploziv dhe shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhenjen e pasurisë, shtetasit me iniciale JL 31 vjeç, FD 30 vjeç dhe FM 34 vjeç. Gjithashtu u shpall në kërkim shtetasi me iniciale EL 31 vjeç, të 4 banues në Kamës. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas kanë hedhur lëndë eksplozive në fasadën e jashtme të biznesit, duke shkaktuar dëme materiale, për shkak të mosdhenjes së një shume prej 500.000 euro, të kërkuar në formë gjobvenje ndaj pronarit të objektit, shtetasit me iniciale SS. Policia po vijon punën për kapje në shtetasit të shpallur në kërkim, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.